Në bazë të dhënave, Gjermania po përgatitet për luftë me Rusin. Nuk është se themun, por e shkruan Wall Street Journal. Sipas tyre kanë zbuluar disa dokumenta që tregohet që Gjermania po përgatitet për luftë me Rusin. Dhe nuk është sot, por ka kohë që është përgatitur. Dhe tani do t'ju them, le ta diskutojmë së bashku dhe të shikojmë nëse këto deklarata përputhen me këtë teori. Kush është rastisht nëse nuk e ka brende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Wall Street Journal ka bërë një deklaratë të fuqishme që ose nxit luftrat ose ka zbuluar diçka. Sipas tyre kanë zbuluar disa dokumenta që disa oficerë të lartë të Gjermanisë janë mbledhur në vitin 2022 për të studiuar se si mund t'i përballen luftës me Rusin. Pra nuk është se ata po përgatitet Gjermania kundër Rusisë, por në vitin 2022 thuhet sipas dokumentit të Wall Street Journal që janë mund përgatitur, pra janë mbledhur për të përgatitur që në qoftë se Rusia do të guxojë që ti godas, ata janë të gatshëm. Tani ka një tjetër problem, sepse pikërisht para një muaji, Vladimir Putin tha që ne nuk kemi patur kurrë dhe as që nuk kemi në mendje që të sulmojmë vendet e tjera. Ne jemi shkëlqyeshëm në vendin tonë dhe nuk duam luftë. Por ju, nëse doni luftë, ne jemi të gatshëm. Të njëjtën gjë ja tha jo vetëm Gjermanisë, por ja tha edhe NATO-s. Pra ajo deklarata e fortë që u bën në nëntor të vitit kaluar, që NATO thoshte që duhet të përballemi me një luftë të mundshme me Rusin. Dhe pyetja është pse duhet këto deklarata, për çfarë arsye? Ku është arsyeja që të mund të luftosh kundër një shteti që shikon punën e vet, sepse nëse keni vëre, Rusia nuk e ka me askënd, apo jo. Dhe doja t'ju thosh edhe diçka vërtet serioze. Në këtë gazet flitet edhe diçka tjetër, shikoni sepse e gjeni lajmin. Thuhet edhe diçka tjetër, deklarohet më mirë diçka tjetër. Duke thënë që Rusia nuk është më si ka qenë dikur. Pra buxheti financiar shtetëror i Rusisë është pothuajse sa ai i Italisë. Nuk është vetëm ky problemi është sepse sa prodhon. Kjo është rëndësia pra e këtij diskutimi. Me një fjalë, vën në pa ose vën nxisin këto për mendimin tim, sepse Rusia nga njëra anë, normal që nuk është Bashkimi Sovjetik i dikurshëm dhe pati probleme të mëdha për shumë vjet. Por ajo që doja të thoshja për sa i përket buxhetit, në këto vende duke qenë një federacion tani, federatë, nuk është më si dikur me fjalë, por prap nuk i thonë të vërtetat. Pse e them këtë? Sepse në vendet komuniste nuk thonë kurrë të vërtetën. Dhe kjo është për të bërë strategji jo vetëm lufte, por edhe gjeopolitike. Për shembull, në një vend si Rusia, që furnizon pothuajse gjysmën e botës me gaz, me naftë etj, dhe mos themi pastaj minerale të tjera, si mund të thuash ti që ka një buxhet të vogël shtetëror? Nuk mund ta thuash këtë, sepse përveç se Rusia është 2 herë më e madhe se Evropa, pra në gjerësinë e saj, por ndonse popullata është më e vogël, okay, por doja të thosha me këtë që nuk mundesh që të thuash një gjë të tillë, sepse ky është një provokim ose një mendim që ti ke diçka organizuar, diçka për të bërë. Tani tjetra që është akoma që më lë pak të dyshoj, është fakti që Gjermania pikërisht pra që vitin 2022 deri pra që të dyshoj që kjo është e vërtet, jo të dyshoj që nuk është e vërtet. Që në vitin 2022 ka bërë disa ligje vërtet të çuditshme. Për shembull, bëri atë të ligjin e këtyre të spitaleve. Pastaj bëri disa ligje tjera për angazhimin e disa të shërbimit ushtarak. Dhe tashmë kanë nxjerrë këtë ligjin që nga mosha 17 deri në 45 vjeç ti nuk mund ta lësh dot shtetin, pra shteti gjerman duhet të kesh një justifikim të rëndësishëm sepse ndryshe gjobitesh ose mund të ndëshkohesh. Dhe kjo bëhet vetëm për meshkuj, sepse kjo bëhet pra për të mbajtur nën kontroll, nëse ndodh një reprezali ose një luftë, të mbash nën kontroll një numër të madh ushtarësh. Dhe pyetja ime është pse? Ç'pun ka Gjermania me Rusin? Ose më mirë, ju si mendoni?
Rusia ka ndërmend që të pushtojë Gjermaninë apo Evropën sipas jush? Apo është Evropa ose Gjermania që kërkon të marrë pjesë të Rusisë ose ta shpërbëj Rusinë? Si thoni ju? Sepse në një deklaratë si thash të tillë të Wall Street Journal ka diçka që nuk shkon. Ju si thoni? Pres komentet tuaja sepse në një moment kaq delikat unë them që duhet diskutuar. Plani Operation Plan Germany, kështu quhet plani, sepse nuk e mbaja mend. Operation Plan Germany. Quhet ky plani që kanë vendosur në vitin 2022, që është plani operacioni gjerman. Dhe nga ana tjetër ka disa funksionarë të lartë të Rusisë që e kanë zbuluar prej kohësh dhe thonë që ne jemi gati, ne nuk duam luftë, por nëse ju kërkoni luftë, ne jemi gati. Tjetra është që pikërisht para një viti kemi folur ku presidentja e Evropës ka lëshuar një dekret që për armatim, që ishin 800 miliard, 80 miliard, sa ishin, nuk e mbaj mend tani, diçka e tillë, 80 ishte, po se mbaj mend sa. Dhe në këtë armatim që do bënin, përse do ta bënin? Pra të gjitha këto të ardhua që kanë dhënë, dhe këtu janë furnizuar disa kompani të mëdha, për shembull edhe Leonardo, këtë e di shumë mirë, sepse Leonardo që është një nga kompanitë më të mëdha italiane, që furnizon, krijon armë balistike dhe armë të sofistikuara dhe i kanë furnizuar pra Bashkimi Evropian me një numër të madh parash për të ndërtuar disa armë dhe për të furnizuar disa vende të botës me armë. Dhe pyetja ime është pse, nga se do furnizohen? Dhe përse po përgatitet Evropa në një moment të tillë? Mos ndoshta i gjithë ky problem që po ndodh tani me luftrat është një program që tregon se është një program sepse për shkallëzimi po merr përpjesime të mëdha. Filloi me Ukrainën, pastaj me Iranin, pastaj me Palestinën dhe pastaj me Iranin, dhe mendohet që tani me vendet arabe, pra të Arabi Saudite, edhe mendohet që të zgjerohet të shkojë deri sipër, me Libanin e tjerë, derisa të shkojë në Turqi, ndoshta në Rusi. Pra ju çfarë mendimi keni? Pse këto konflikte? Dhe tjetra, pse ky përshkallëzim? Mundet që të jetë një diçka e programuar që prej kohësh, nëse kjo ka qenë e programuar ose është e programuar, atëherë them që edhe këto të dhëna që jep Wall Street Journal mund të jetë sakta. Pra, nëse e shkruajnë këtë si një teori konspirative, por unë them se janë të sakta. Dhe ajo që më bën më shumë përshtypje është fakti që e nxisin në vend që ta ulin tensionin. Ju si thoni? Pres komentet tuaja, sepse më vjen kështu, e thash shumë të qetë këtë, sepse kisha vendosur që ta bëja të fortë, me një fjalë të tregoja të vërtetën. A e dini se çfarë ka ndodhur, si mund të përgatitet Gjermania, por nuk e thash në këtë forum. Po e them të thjesht sepse kështu janë punët. Megjithatë, pres komentet tuaja. Ditë mbarë.